Aktori dhe ish-banori Big Brother VIP Albania Lajert Vasili është rikthyer sërish në vëmendjen e publikut, këtë herë si pjesë e panelit të opinionistëve në emisionin Përputhen, që në paraqitjet e para ai ka tërhequr vëmendje për mënyrën e drejtë të shprehurit dhe për debatet që kanë ndezur në studio. Në një prej episodeve të fundit, diskutimi mes konkurrentëve për lidhjet që krijohen dhe shuhen me shpejtësi u kthye në piknisje për një debat të fortë për martesën. Vasili theksoi se martesa nuk ishte një hap që duhet të ndërmarrë nga impulsiviteti apo si pjesë e një mode, por një vendim që kërkon përgjegjësi dhe pjekuri. Qëndrimi i tij ngjalli reagime të ndryshme në panel, disa e përkrahun duke theksuar se sot shumë marrëdhënie lindin pa themel të fortë emocional, ndërsa të tjerë argumentuan se qëndrimi në një martesë vetëm sepse duhet mund të jetë po aq i dëmshëm për partnerët. Pavarësisht debateve, ajo që spikati ishte mënyra e prerë dhe e vendosur me cilën Vasili mbrojti rëndësinë dhe seriozitetin e martesës, duke theksuar se ndjenjat nuk duhen trajtuar si çështje momentesh kalimtare.